Krimi në vend vazhdon të marrë përmasa të frikshme, teksa brenda një dite janë shënuar 4 viktima në qytete të ndryshme në vend. 2 viktima dhe para janë shënuar në qytetin e Fierit, ku brenda pak minutash ish dhëndri ka qelluar për vdekje mbi ish vjerrin dhe më pas ka vrarë veten. Në orët e vona të sejntes u shënuan edhe 2 vrasje të tjera në Tiranë dhe në Shkodër. Kështu 56 vjeçari Petrit Kurti është qelluar 2 herë në kokë me armë zjarri nga një person i pa identifikuar mbrëmjen e sejntes, ndërsa gjendej në dyqan së bashku me bashkëshorten. Menjëherë ai është transportuar në drejtim të spitalit ushtarak, por si pasojë e plagëve të rënda ka humbur jetën pa arritur në spital. Burime nga policia thanë se janë të paqarta motivet e ngjarjes, ndërsa po hetohet në 2 pista të mundshme. Pista e parë ka të bëjë me një konflikt pronësie që viktima ka pasur kohë më parë, ndërsa pista e dytë ka të bëjë me një grabitje të mundshme. Duket se vrasësi ka shfrytzuar kohën kur në dyqan nuk ka pasur blerës dhe pasi ka hyrë brenda ka debatuar për afro 10 minuta me viktimën dhe më pas e ka qelluar 2 herë në kokë. Menjëherë pas sinjalizimit për krimin, policia ka mbërritur në vend ngjarje, duke sekuestruar edhe pamjet filmike të marra nga kamerat e sigurisë, të cilat pritet të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen. Ndërkohë, një vrasje tjetër është shënuar mbrëmjen e sejntes në fshatin Bardhaj në qytetin e Shkodrës. 2 vëllezërit, Gjin dhe Xhevair Guri, përkatësisht 20 dhe 22 vjeç, janë qelluar me breshëri automatiku në një prit vetëm pak metra larg shtëpisë së tyre. Si pasojë të shtonave, ka humbur jetën 20 vjeçari Gjin Guri, si dhe është plagosur rënd vëllai i tij Xhevahiri. Menjëherë policia e Shkodrës ka shkuar në vend ngjarje dhe nga hetimet paraprake rezulton se vrasja është kryer për motive gjakmarrje, pasi në vitin 2008 djali i xhaxhait të viktimës ka vrarë me thik bashkëfshatarin e tij Nard Lisi. Nisur edhe nga dëshmitë në vend ngjarje, policia ka arrestuar Lazar Lisin si autori dyshuar i vrasjes, ndërsa po punon për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë.